të dashur miq dhe mirë se erdhët në Vila 24, ne ritakohemi në këtë të premte. Mirëmëngjes. Ku java? Mirëmëngjes. Si je? Mirë, me ty në Ndihet kjo lodhja e javës apo? Jo, moj, kjo energji pozitive që më jep ti, ku ta ndjej unë këtë. Kjo buzëqeshja jote mua më jep dritë, moj zemra ime. Mirëmëngjes dhe ju të dashur Anvisa, ju urojmë një ditë bukur dhe ftojmë këtu tek Këndyri i Gatimit për të parë receta që do përsëllim për juve sot. Dhe çfarë do të bëjmë neve sot? Siç e shikoni, kam kokë salmoni. Me kokë salmoni, nuk do bëja të supën të ngatruar që herë shtojmë gjëra e këtë, do me thënë me pak shumë gjëra, sepse vetë koka e salmonit ka vlera ushqimore, ka të ndyrën e mirë dhe kështu që nuk do ta ngatroj me shumë gjëra. Që do të thotë, do të kem kokë salmoni të freskët, gjithashtu do të kem patate, karotë, qepë, selno, krip piper edhe vaj ulliri. Vetëm me këto përbërës, shikojnë se sa e kam të freskët salmonin, kur keni produktin cilësor, nuk keni nevojë të shtoni asnjë gjë tjetër. Thjesht ta zjeni me selino, edhe me një qep dhe me një kokër piper brenda, pijeni atë lëngun dhe keni marrë shëndet. Kjo ishte për pjesën e supës, me njerë do të regoj. Po, se bëj shumë shpejt. Pijeni, u bëftirë. E mbaruam. Nuk do ta lëm këtu, sepse kjo supa, prito Anil, kjo do të shoqërohet, është një ëmbëlsirë e lehtë, që ka një situash një krem me biskota. Çfarë lloj biskotash mund të zgjidhni juve? Një lloj biskote, sepse na duhet për një shtres në fund fare. Përveç se biskotës ju kanë ngel një 2 banane të cilat janë te i pjekur, nuk i hedhim, i përdorim dhe këto këtu brenda. Gjithashtu do të bëjmë edhe një krem që unë e kam bërë edhe herë tjetër, që është shumë i thjeshtë për të përgatitur, që do të thotë i hedhim të gjithë përbërësit në tenxhere, i trazojmë dhe kemi gati atë kremin që do të shoqërojmë, do me thënë, këto biskota, përveç se do edhim një shtres krem, një banane, një shtres krem, dhe në fund fare do të bëjmë një karamele që do të bëjmë vetë në shtëpi duke shkrirë sheqerin dhe do t'i hedhim pak ujë, do me thënë që ta karamelizojmë, të kemi një karamele për ta hedhur sipër shtresën e fundit. Por para se të hedhim atë shtresën e fundit, do ta vendosim për një 10 minuta në furrë që të lidhet, të marrë atë ngjyrën e qumështorit themi ne, dhe pastaj do ta nxjerrim. Do t'i tregojmë këto të gjitha në kohën që do të fillojmë që t'i bëjmë gati. Dhe që t'i bëjmë gati, neve do të nisim fillimisht, do të vendos kokën salmon më vete, sepse dua të përgatis atë lëngun. E peshkut. Në ujë të ngrohtë? Të vakët të ngrohtë, mirë është, sepse zakonisht për suprat i nxjerrim, do me thënë që ti kemi në ujë të ftohtë. Këto bëhen kur kemi ato si tuash, kemi peshk që janë enkas për lëng supe. Tani këtu në kemi edhe kokën që do na nxjerrë shihen, por kemi edhe si tuash nga peshku që mund ta coptojmë edhe ta përdorim për në supë. Okej. E hedhim të brenda. Do t'i shtoj pak kokë, pak piper dhe do ta lë të më zjej për një 10 minuta do ky, prandaj do të vendosim edhe perimet me një herë në anën vatrën tjetër, që të na bëhen njëkohësisht gati, sepse do të përfitojmë lëngun që do të marrim nga zjerja e kokës së salmonit, do të zjem perimet, por fillimisht perimet do t'i hedhim në një tenxhere. Këtu? Po. Prisim pengon kjo. Pra, kemi qep, karota. Qep, karota edhe selino. Edhe patate, besoj janë patjetër, po. Edhe patate, po. Por i presim në kubik të vegjël, do me thonë, mesatas të vegjël fare, sepse nuk do t'i frullotoj, nuk do t'i bëj krem, do t'i shijoj kështu si që janë. Kemi karota, pra hedhim qep, hedhim karotat, do t'hedhim edhe patatet, me thënë ca kubik më të vegjël, ca më të mëdhej, kjo bëhet për arsye, gjatë zjerjes, disa do të shkrin që të lidhin lëngun, disa do të ngelen kështu që t'i kemi në copza. Prandaj dhe i bëj në këtë mënyrë. Ashtu. Të dyja këto s'na duhen më. Dhe këtu kemi që shkon shumë me peshkon. Në selino do të hedhim, po. E lënë në ujë, sepse kur i lënë në ujë, ato aq më shumë, do me thonë, pastrojnë edhe shkëlqejnë. Ja kështu si që janë. I hedhim edhe këto. Këto kërcejnë kështu si që janë. Dhe ashtem edhe ato? Po, në funde do t'i heqim këto, po thjesht për të aromatizuar. Sa aromë të mirë ka. Selino është tani këtu vaj ulliri, si i themi ne i aknisim, do me thënë, në lëngjet e veta, se do marim nga peshku lëngjet që të bëhet supa.
E thjesht kështu do t'i lëmë në zjarr të avashtë, do me thënë të zbute, edhe të lëshojmë këto aromat. Pastaj do të shtojmë lëngun e peshkut, dhe do të bëhet supa shumë thjesht, shumë shpejt, dhe shumë e shijshme e shëndetshme, me pak përbërës me shumë shije. Me qënë se jemi në prag fundjave, kryesisht suprat e peshkut, apo peshku në produktet e tjera, frutat e dietit e tjera, përgjithsisht konsumojnë gjatë fundjavës, kështu që edhe nëse nuk kemi mundësi të drekojmë jashtë, të vijun aty? Jo, në rregull. Mund ta përgatisni fare mirë në shtëpi sepse bëhet shumë shpejt. Ashtë, vendosim dhe këtu, besoj nuk do na fiket. Do e mbulojmë? Po, patjetër, kjo tani do mbulohet, sepse këtu tani duan që këto me avujt e veta të ngelen brenda. Ne nuk hedhim ujë brenda, tham atje, thjesht me avujt e veta, me atë vajin që kemi hedhur brenda, me lagështirën e tyre, do të zbuten pak, sepse në to ne tham që do të shtojmë lëngun e peshkut, që peshku do një 10-15 minuta dhe do ta kemi gati për të shtuar lëngun. E pastrojmë dhe atë pak, do me thënë, tull që ka përmban koka, të cilën atë e shtojmë në momentin e fundit. Kjo ishte për të, do me thënë... Do të lëmë këtej tani? Përfundoj kjo. Andej, Anila, thjesht më ato e përfunduam që në fillim, ne. Pa nisur e maruam gjellën. Pastaj do lexojmë recetat që të shohim edhe përbërësit e supës së peshkut. Po me qënë se jemi këtu, të shohim pak çfarë na duhet. Tani, niseshte besoj është? Po, niseshte. Na duhet mielli? Shiko, mundet të përdorim edhe miell dhe niseshte. Kemi dhe miellin aromatizuar. Në miell dhe niseshte mund të përdorim dhe vetëm niseshte. Kjo varet sipas dëshirës. Jo, atë mielin e kam lënë për... E ke lënë kot? Oke, me do se në duaj. Nise, mund të bëni një kek me farinap që vjen në shije të ndryshme? Mund të bënë petulla, vetëm farina, ujë edhe vaj për të skuqur. Po, dhe ne kemi bërë petulla me variantin aromës së vaniljes të këti variantit të olës dhe ka ndalë aq të mira. Po kemi ajo që mund të shtoni një filxhan të kafes finj. Kur e trazojmë te ujë... Për petullat? Te petullat. Okej, ndaj e kemi bëhen të buta. Nuk fitin vaj. Okej. Janë sa gjëra që duhet të shpjegojmë dhe duhet të mësojmë, sepse na zgjirin duar që themi neve. Tani, fillimisht, s'ka gjë si tanis, vezët. Vezë kemi gjithmonë, e kemi shtëpin plot me o vital. Ashtu, e hedhë niseshte nun që të marrë. Sa kokra na duhen? Shiko tani, ma duhen këtu për masin që kam unë, dua 2 të verdha dhe 1 të plot. Në rast të kundërt mund të hedhnim 3 të verdha, 1 të plot. 2 të verdha, 1 të plot. Pra unë mora 3 hedhë niseshten, hedhë edhe sheqerin unë, se më ndihmon sheqeri tek niseshtja të tretet shpejt dhe uji duhet i ftohtë. Po, Anil. Ja tani. I ndanë më mirë të jo për gjë. Nuk është se i ndajmë më mirë, po ja. S'ka gjë. Si pura dhe një qik më te për Anila e bardh, nuk është problem. Ku në cilën, ku është një ëmbëlsirë që s'duhet të bie fare? To jo është për shembull tek marenga nuk duhet. Te marenga nuk duhet, po. Okej. Po këtu s'ka problem. Okej. Më jep edhe një të plot edhe. Ja, ku i kemi? Tani, po, fillimisht do tresim ato dhe pastaj do t'i hedhim dhe ato brenda martelin. Kemi sheqerin, kemi se më ndihmon kjo mua. Kjo rafsia më ndihmon, do me thënë, hedhim. Dhe ti hedh dhe vezët njëre mirë. Direkt aty te sheqeri? Po, s'ka asnjë gjë. Nuk të, jo, asnjë gjë. Përkundrazi e pjek sheqeri vezën. Okej. Edhe një majës krip duhet të hedhë këtu. Këtu kam edhe vanilen, po vanilen e ta hedhë pak më vonë. Këtu kam edhe qumshtin. Edhe kripën ta kam afruar. Hedhim edhe qumshtin. Ti hedhe një majë krip. Atë që themi gjithmonë, tek ëmbëlsirat gjithmonë shtojmë një majës krip. Tani vendosim këtu që të më zihet, të më bëjt një trajt kremoze. Krem. Këtu kam sheqerin, dhe do të më duhet edhe pak ujë pastaj që do të bëjmë atë karamelen. Këtu kemi bananet, biskotat i kemi bërë këtë shtresën, këtu kemi gjalpin të cilin do të hedh pak më vonë në momentin që do të filloj, do me thënë që të më pikset pjesa e kremit. Do të shtojmë edhe gjalpin edhe vanilen. Mund t'i hidhje, do me thënë, vanilen edhe në këtë moment, por mendoj se në momentin e fundit do t'ishte më mirë vanilja për të mbajtur atë aromën e saj.
Kështu që fillimisht filloj me këto me niseshten, me vezët edhe me qumshtin, edhe një majë skrip. Thash që mund të bëjmë me niseshte, por mund të ndajmë që të kemi 2 lugë niseshte, 2 lugë miell për masën që do të jetë për 1 litër qumësh. Ndërsa neve kemi pasur, do me thënë, më pak, kështu që kemi hedhur më pak. Tani një trazim që sa të na bëhet gati. Anila, mund të ma trazosh të bëj dhe bananet gati, unë të lutem, faleminderit e dashur. Ma vjen më mirë kur merrem edhe unë me diçka. Trazojmë përsëri këtë masën që përgatitëm, jemi duke bërë biskota me krem qumështori dhe karamele. Në këto recetat e thjeshta me bazë tradicionale kam përshtypjen, me qënë se ky është ai kremi që ne përdorim për shumë recetat të ndryshme ëmbëlsirash. Bananet, djes, tham që na duhen të pjekura mirë, pra këto bananet që na mbeten shpesh në shtëpi, edhe i hedhim, që është e vërteta. I nuk hidhen. Përkundrazi kanë më tepër sheqer, por jo se nuk konsumohen. Mirë, teori është kjo e bananes në fakt. Megjithatë, në ëmbëlsira përgjithsisht zgjidhen frutet që janë të tepjekura. I bëjmë kek, i bëjmë smoothie që thonë që është e vërteta tani kohët e fundit nuk është se mendojnë që nuk është mirë t'i konsumojmë kështu, po problemi është që her pas here mund të bëjmë edhe smoothie, nuk është e thënë, çdo gjë mund të konsumojmë. Patjetër. Shikon, në rastin e lëngjeve thonë që nuk duhet të largohen fibrat. To kanë sheqer më tepër tani, Anila. Sheqerosin më tepër në momentin që... Okej, mirë, po i që atë pjesën e zezë. Nuk është e prishur. Po s'ma pëlqen. Në rregull. Është e tepjekur, me thënë drejtën. Ja, është e tepjekur, nuk është e prishur. Është gjynaf ta hedhim. I dhe kati. Në rregull. Në rregull. Ajo është karamelja e bananes. Mirë. Kjo po fillon të trashet, ka nevojë ta ul pak temperaturën apo leta... Jo, do trashet, ajo do mpikset, na duhet që të mpikset. Jo, e kuptoj, në krem po bëjmë tani, po thash mos rrezikojmë të na ngjisë në fund të tenxherës për aq. Filluan këto perimet që të marrin, domethënë, atë jaknisjen që ka vërdisjen, si mund ta themi ndryshe. Edhe të na lëshojnë aromën e mirë. Selinoja ka këtë aromën e mirë dhe shkon jashtëzakonisht shumë te pjesa e peshkut. E kemi edhe pak, do të kemi mundësinë që të shikojmë edhe peshkun, sepse salmoni zihet shumë shpejt, 10 minuta dhe do ta kemi gati. Unë do t'i ul pak temperaturën me qëllim që të përfundoj recetën, edhe pastaj do ta... Kremi është gati, do ja shtojmë këtu gjalpin? Po, ja të shplaj pak duart Anil dhe... Po, largoj, se ndryshe do digja, se lëshon këto fluskat sipër, që tregon se ka përfunduar. Vanilën edhe do shtojmë edhe gjalpin. Largova pak, shikoj edhe. Jo, mire, bërë, tamam, fix. Mendova se është në rregull. Jo, që ta shikojmë dhe anvisa, do me thënë, kjo është sa odhën vanilën, aroma e mirë. Me njëherë, edhe gjalpi, gjithmonë në fund të përgatitjes së kremit. Akoma me mirë aroma. Gjalpi e shkëlqen, sigurisht që i jep një tjetër shije, e bën më të plot. Mund të përdorni gjalp, mund të përdorni edhe pana, kjo varet, do me thënë çfarë mund të ndodhet juve në shtëpi, por nëse s'keni, mund të mos sillni dhe fare, nuk ka problem. Ashtu të thjesht. Ashtu të thjesht. Sigurisht, diçka, do me thënë, kësaj i shkon kësaj lloj ëmbëlsire dhe na u bë, e kemi gati. Ta lëm këtu tani që mos lëviz nga pozicioni punës. Tani, ashtu i nxehtë si që është. I nxehtë sepse kjo dhe do vetë në fund. Shikoj, ja, ky është kremi dhe këtë ngjyrën e mirë e ka marrë nga vezët. Po. Ndaj përdorëm 2 të verdha dhe një vezë të plot, sepse ajo e verdha e vezës për te i shijes që i jep mundësinë që të ketë kjo është një ëmbëlsirë e shpejtë për anvisat. Aromë mirë. Edhe kështu hahet kjo, konsumohet kështu si që është, po. nuk diskutohet, por tani e bëjmë qik më të plot. Zakonisht të diellave, bëjmë diçka si më tepër, si tu është një pjatë shoqëruese.
Pastaj ka ikur ajo që thonim dikur e kishim me dojmë mos do, që në basë, si tuash, drekës të konsumonim një ëmbëlsirë. Ka ikur ai rregull Manila. Ke kujdes. Tani maksimumi një frut ose një sallatë frutash, ëmbëlsira duhet konsumuar në këto midis vaktesh, pra. Në ato orarin e katës së pasdites. Teorira. Po mirë, shiko, ta mendosh... Mbi ngarkimësh. Po pra pasi ke ngrënë një vak të plot dreke me gjellën, me supën, ku diun sallatën, apo çfarë mund të keni përgatitur, të shtosh edhe një racion ëmbëlsirë me një herë pas është një çik e tepërt. Edhe marrim dhe kalori më shumë. Kështu që më mirë t'i racionojmë gjatë ditës ato. Furën të ndezur për një 10-15 minuta dhe do ta heqim për të shtuar edhe karamelin. Thjesht fare, disa biskota që na kanë mbetur në shtëpi, bananet që na kanë mbetur përsëri në shtëpi. Mund ta bëjmë me bukë të thekur, Anila. Si me bukë të thekur në vend të biskotave? Po, në vend të biskotave. Ashtu bukë apo e spërkasim me ndonjë sheqer, me ndonjë shurup të ëmbël? Që është e vërteta, ato do donin pak sherbet. Bukë me sherbet. Bukë e sherbet. Se nëse biskotat. Ose mund të tresnim pak mjalt në ujë, domethënë, të ngrohtë, të vakët, edhe zbusim biskotat, ato bukët. Edhe i vendosim në radhë. Edhe vendosim të kremi. E mirë, shiko, janë ca gjëra që njeriu zgjidhje për të bërë diçka, për të kaluar vaktin. Bukë me krem. Tani ta heqim neve këtë. U bë peshku? Po më bë. Of, des. S'ka gjë, je mirë ti. Kjo ka rëndësi. Peshku u bë. Ta kapim me këto me gjënë se kemi. Ashtu. Jo u bë, u te i bë. Pak do peshku, ma aq 5 minuta, sa të lëshoj. Edhe salmoni nuk do shumë. Nuk do shumë. Tani këtë ujë, unë do të akulloj të hedhë brënda. Po, sepse a i lëngu që ka lëshuar peshku do të jetë supa. Sigurisht bashkuar edhe me copëzat e mishit, të peshkut, dhe me perimet, patate, karot, selino, që kemi vendosur në atë të nxeren me shumë pak lëngjet. Ashtu, thjesht lëngu. Pritë në ty mojë për këtë. Ashtu, faleminderit, Anelia, mund të vendosë shtu tani të lutem. Po, faleminderit. Aromë shumë të mirë. A u bë shpejt gati? Më shpejt s'ka ku të shkoj. Ashtu, tani lëm që ato të zien. Po. Në momentin që janë zirë, i kemi gati. Ndërkohë, kujdesemi pastrojmë edhe atë pjesën e kokës së peshkut, heqim atë pjesën e mishit tull që ka, dhe gjatë servirjes pasaj, hedhim gjellën, nga do me thënë supër, shtojmë edhe pak peshk, pak vaj ulliri, edhe që të hanim. Po doni dhe lëngun e limonit, pa tjetër, dhe një sup e përkryer, e thjesht, por shumë e shishme dhe e shëndetshme. Recetat? Nuk ka më ku të vej, kaq të thjesht. Si lexojmë pak recetat ka ti? Mund t'i lexosh, lutem? Po, me njëherë, tani. Recetat e ditës së sotme. Sup peshku me kokë salmoni. Na duhet një kokë peshku, një qep, 3-4 patate, 2 karota, një deg selino, krip, piper, vaj ulliri. Pastroj vendi. Biskota me krem qumështori e karamele, na duhet një paku biskota, si pas dëshirës tuaj, zgjidhni vetë çfarë të keni. Për kremin na duhet 3 filxhan çaj qumësht, na duhet më pas gjysmë filxhani çaj me sheqer, 3 lugë supe niseshte, 3 të verdha veze dhe një veze plot, 2 lugë besoj vanilje, një lugë supe gjalp. Duhet jetë gabim, s'ka mund se 2 lugë vanilje. Sa vanilje? 2 bustina vanilje. 2 bustina vanilje do ajo? Po si shumë? Po është, shiko, sa filxhan, 3 filxhan. Një me 2 bustina, do me thënë bustina, jo lugë. Nuk është shumë. Bustinat nuk janë shumë. Ashtu, po me një bustin sa luka brënda? Sa ka një bustin? Nuk ka një lukë. Po, një luka brënda. Çfarë lugë? Një lukë gjellë. No, jo, është kapim, ajo shumë pak ka, po, vërtet? Me të kafes. 2 bustina vanilje. Varet nga paketimi, pra, ato që marrin për kekra, ato janë të mdhaja. Ato janë tjetër gjë ato. Apo janë dhe me pluhur fryrës brënda ato. Ato janë tjetër gjë, jo. Themi ato vanilet bustinat, ato që janë kështu. Vëfta fara. Ashtu, ato. Mirë. Qa ishin tjera? Zgjidhëm me këtë hall. Gjalpin e tham, 2 banane. Karamelin do bëjmë tani besoj o katë, po, një filxhan çaj sheqer, gjysmë filxhan çaj ujë.
Ne e bëm këtë për, do me thënë, shtruam biskotat në një tavë. Përgatitëm kremin me përbërësi që ju pat aty, e hodhëm si për biskotave, e vendosëm në furr, do t'a lëm, besoj... Bananet, i the? Jo, si tash bananet. Ti vëm dhe bananet. Vendosëm dhe bananet. Edhe bananet, edhe në furr. Shiko, bëhet dhe pa banane, po me që neve kishim banane, dhe ta bëjmë edhe më të plotë, sepse janë edhe frutat në mes, mund t'a bëjnë akoma edhe me lule shtrydhe. Me shdu dhe frute, edhe me mollë bëhet. Edhe me mollë bëhet. Nuk është në një në fetza këshu, do me thëmë, sepse përndaj të vendosim edhe në pak në furr, ose mollë faktikisht nga që janë të forta duen që të karamelizuar. Atëre bëjnë edhe më të mira. Pra nëse e bëjmë me një frut të fort, duhet ta karamelizojmë njëherë, pasaj të ashtrojmë si për biskotat në rast të kundërt mund ta bëni pas një gjë fare vetëm me ato biskotat që neve thamë me këtë kremin që ashtu dhe në fund fare këtë kremin karamele që do ta hedhim sipër edhe japim një tjetër shije, një tjetër si thuash pamje. Po, pamja, edhe pamja. E bëjmë pak më të bukur. Okej, mirë, ne kemi diku te 3 minuta kohë kam për shtypjen, 5 minuta, shumë mirë. Kemi kohë mjaftueshëm për të pritur edhe karamelin. Do me thënë karamelin. Dhe deri sa të nga bëjt karameli, me qënë se neve kemi ko, a e bëja të brumin unë, do me thënë të bëjmë ca petula, kemi ko. Kemi ko, i bëjmë. I bëjmë sepse në fundjavë kemi nevoj për ca petula, edhe ka lezet kur i përgatisim vetë në shtëpi edhe kur e gjithë familja zgjohet kemi petullat gati, mund t'i preferoni t'i konsumoni se pas dëshirës suaj, me të kripura, me të ëmbla, me mjalte, me reçel, me djath, si të doni ju. Ne kemi variante të miellit si t'i duam këtu në studio, për aq kohë sa kemi mielin Ola edhe kompanin Atlas, në petullat dhe gjithë shka tjetër që përgatitet me miell, ne na shkëlqen këtu. Sigurisht që vendin e parë edhe në radhitje, kështu siç e kemi në shtëpinë tonë, zë pikërisht mielli për çdo përdorim, sepse ai është kudo, në të gjitha llojet e gatimeve, që nga byreku, në petulla, në krepa, në petë të ndryshme për të përgatitur ëmbëlsira etj. Po ndërkohë që kemi edhe variante të tjera, siç është mielli për pica, mielli i mistrit i verdhi apo i bardhi, sepse me shumë mundësi jeni duke përgatitur edhe ballokumet e ditës së verës këto ditë, miellin integral, miellin farinap, me të cilën ne i mësuar të përgatisim kek, por do t'i përdorim sot edhe për petullat, se bëhen shumë të mira me atë aromën që ka brenda. Mund të jetë vanilje, mund të jetë portokall, mund të jetë çokoladë, si të keni ju dëshirë. Meqense jemi tek Ola, sa të bukur e ka dhe emrin, nga kompania Atlas, kemi pastat gjithashtu që janë fantastike. Unë në fillim të javës përgatita ato spagetit nga Ola, janë aq të mira, saj që edhe nëse haron dhe i kalon pak atë kohën e zyrjes, më nuk ngjisin për shamet. Janë shumë të mira. Janë shumë të mira. Janë vërtet cilësore dhe shumë të mira këto lloj makaroni. Dhe i përdor për çfarë do lloji. Për të gjitha. Meqense jemi tek miqtan të përditshëm që ne i kemi pjesë të shtëpisë tonë, unë nuk do doja të lija pa përmendur e pa falenderuar e pa ju propozuar gjithashtu të tjera produkte që ne i shijojmë në studio çdo ditë, sepse mëngjesin e nisim duke gatuar njësoj si ju në shtëpi, po dhe nëse nuk kemi kohë të gatuajmë atë vaktin kryesor të ditës, të paktën mëngjesin e nisim me një kokër vezë, jemi në fundjavë. Po, na kanë baruar vezët, Kati. Apo kemi aty kemi plotë, mirë. Kemi vezë. Cilësia jo Novital, në fermë Novital, çdo hap është i optimizuar për zojsh më të lumtur dhe vezët më të freskëta. Kompania Ovital fokusohet në prodhimin e vezëve në përputhje me standardet dhe kushtet e Bashkimit Evropian. Flota Ovital garanton çdo ditë vezë të freskëta në të gjithë Shqipërinë. Ovital është standardi i cilësisë edhe në tregjet evropiane, Greqi, Itali e Kroaci. 8 kokrat e shportës, 10 vezët e jetës, apo 15 vezët e jetës, të bardha apo të vezat, cilësia është në të 4 stinët e vitit. Nëse zgjidhni gjithashtu të përdorni edhe ju vezën Novital. Jo, më priti mua se do them edhe tonën. Ti thua Janila, po unë zona që mushtori. Sa i mirë. E po prandaj themi që ka të jemi në prak fundjavë, koha është e bukur, jemi në pranverë, me siguri fundjava do t'ju gjej edhe në pikniqe, sepse dita e verës është një ditë që duhet të qëndrojmë pranë natyrës. Patjetër. Prandaj quhet ditë verë. Po, pikërisht. Ndaj përgatisni sa prosciutto shpejt në mëngjes me sanduiçet me prosciuttet e tonës, me sallame të ndryshme,
merrin me vete ato salçiçet e thjeshta apo me djath, bëni ndonjë zgarë për jashtë dhe e sigurt që do të kaloni një fundjavë shumë të shijshme edhe plot dashuri pranë njëri tjetrit. Ashtu si që jemi unë e ti. Sa e mirë është bërë kjo. Shiko, prandaj kemi qumështor, se merr këtë ngjyrën e mirë. Pamjen e qumështorit. Ashtu. Ndërkohë që do të hedhim edhe karamele, më mbrapa, se na shkri pak sheqeri faktikisht, por kemi nisur këtu të përgatisim edhe petulla. Mbarove ti, të duhet më kohë për këto. Po më duket se do ikim tani. Nëse do ikim, le t'i presim anvisat. Sepse kam edhe një filxhan, do me thënë, të kafes fin. E shpjegojmë kur të vim. Është paka shumë ai që përdoret për ballokumet? Ballokumet, po. Okej, ne do e përdorim të petullat. Dhe pse do ta përdorim? Edhe si mund ta gjejmë, si mund ta krijojmë. Si thuhet? Patjetër. Si mund të bërim këtu? Okej. Ato që kanë, do me thënë, nëse nuk kanë, mund të gjendë në për komshin të ande dhe këte. Në për furat e bukës, në për të po duhet të druri, faktikisht. Druri, okej. Mirë, shkojmë në publicitet. Jemi në studio për sëri pas pak minutash. Jemi rikthyer në studio, ne vijojmë të jemi në gatimet tona, në gatimet prag fundjavë, ndaj sot kemi nisur mëngjesin me një supë peshku shumë të shijshme edhe shumë të shëndetshme në të njëjtën kohë. Ajo që kemi bërë është të kemi zgjerë përpara peshkun që do të zgjedhim të përdorim për supë, salmonin apo jo kishim ne sot, madje pjesën e kokës së tij që ka më shumë lëngje i ndyrna edhe lëshon atë lëngun e fort në aromë, po që i duhet supës së peshkut, e më pas e kemi pastruar gjithashtu edhe nga mbetjet që ka, duke nxjerrë kështu thopëzat e peshkut në roz, dallohet që salmoni ka karakteristikë dhe këtë ngjyrë roz të vetën. Po ti duket edhe freskian. Edhe freskian të njëjtën kohë, po është i lezetshëm se vjen kështu si dallg-dallg. Po thoja që perimet që kemi zgjedhur për të përgatitur këtë supë janë këtu në tenxhere, kundër të tjera po zihen pikërisht me lëngun e peshkut që nxorëm nga zgjerrja e peshkut të kulluar sigurisht, mund të zgjidhni edhe peshk të tjerë, ka peshk madje që janë posaçërisht për përgatitje supe. Sigurisht në dyqanet tuaja të preferuar e gjeni edhe ju a të regojnë se cilat janë të përshtatshme. Këtu brenda kemi selino, gjethe edhe degëzat e perimit, kemi karota, patate dhe qep, bajulliri, besoj krip, në një herë kështu tek këtu dhe ashtojmë edhe në tas, kur ta shërbejmë. Nuk do ta grim. Nuk do ta grim dhe nuk e rëndojmë këtë lloj supe. Vetëm me ato gjëra që neve thamë, duam shihen dhe vlerat ushqimore të salmonit dhe vajin e ullirit. Pra janë dy yndyrna të mira. Atëherë të dashur anvisa, siç ju lam neve në momentin, domethënë që u shkëputëm, kemi vendosur sheqerin të karamelizohet. Dhe tani e kemi, është kthyer karamele. Tani do t'i shtojmë pak ujë dhe do që të më gele, domethënë nuk ka rëndësi që pse fillon edhe ashtu. Ajo do filloj, do shkri tani. Edhe do a bëhet karamele, duke shtuar edhe pak gjallë pastaj në momentin e fundit, dhe do t'ja hedhim lart. Të themi për punën e ëmbëlsirës. Fillimisht kemi filluar, kemi bërë një shtresë biskota. Më mbrapa kemi përgatitur një krem, të cilin kremin e kemi bërë me qumësht, me të verdha, vezet, pra 2 ose 3 vezë dhe varet kjo nga sasia i qumshit, keni masat aty, të cilat edhe një seshte, që mund përdorni një seshte, mund përdorni edhe miell dhe një seshte bashkë. Të gjitha këto vezët, qumshtin, një seshte ose miellin dhe sheqerin i hedhim në tenxhere, i përzijmë sa ajo na bëhet një krem. Shtojmë gjysmën e sasisë së kremit lart të biskotave, neve me qenë se na u ndodhen kështu banane dhe mirë është sepse bananet i japin një tjetër shije, faktikisht na e bëjnë edhe më të plotë ëmbëlsirën. Dhe kur janë banane të cilat janë të tepjekura, është mirë t'i përdorim thamë në ëmbëlsira të ndryshme për mos na shkuar dëm. Hodhëm edhe bananet,
përsëri kremin, e vendosëm në furrë për të marrë këtë ngjyrën e qumështorit. Prandaj themi që ka atë ngjyrën e qumështorit kur e përgatisim. Dhe merr dhe tjetër shije në momentin që vendosim në furrë edhe na piqet. Por nuk tham për punën e vanile, sepse shtuam edhe vanile dhe një lugë gjalp te pjesa e kremit. Në fund. Në fund. Karamelizuam sheqerin dhe siç e shikoni, na është kthyer domethënë trajt karameli, do ta lëm që ai të reduktohet. Nga pjesa e ujit që dhe ashtu të nxehtë do ja shtojmë këtë? Domethënë duke, po, e nxehtë ajo, e nxehtë kjo. Rëndësi ka tani që të na shkrihet pjesa e karameles dhe në fund fare neve do t'i shtojmë edhe gjalpin. Do ta lë tani këtu për momentin, gjë që mua nuk më pëson gjë kjo, se kemi hedhur ujin dhe nuk digjet më, nuk ashtu forcohet më sheqeri. Dhe të përgatisim ca petulla që thamë neve, sepse edhe supa jonë është bërë gati, mund të ulim pak temperaturën Anila atje të lutem. Po, me një herë. Dhe thamë neve që këto petulla do t'i bëjmë vetëm me një miell që rritë vëllimin, dhe që ka dhe aromën brenda të vaniles. Mund ta bëni me vanile, mund ta bëni me portokale. Kur e bëni me portokale, shtoni dhe ndonjë pak lëng portokalli, sepse vërtet mund të keni një tjetër shije dhe tjetër lloj petulla dhe petulla të shëndetshme. Ndërkohë këtu unë thash që do të hedhë edhe një, si thua, të kafes finjë, dhe ju do t'rregoj këtu se si bëhet kjo finja. E shkoni se sa e pastër është qëndron. Përzijem në ujë të ngrohtë hirin me ujë të ngrohtë, e lëm të degustoj, domethënë të kulloj, dhe e kemi në këtë trajt. Kjo finja edhe i zbut, edhe i jep atë aromën e mirë të finjës, shije, por e rëndësishme është që na i bën edhe të buta dhe nuk thithin vaj. Të marrë dhe këtë ujin tani këtu që ta trazoj. Kemi hedhur dhe kripën e hodha pak më përpara, unë në momentin që hodha mielin nuk e pat. Ato që bëjmë zakonisht, pra ato produktet e ngurta i përzijem në fillim dhe pastaj e fillojmë me të lëngshmet. Po. Edhe pak ujë. E trazojmë sa të na bëhet ai brumi i petullave. Dhe gjithmonë që të na dalin më të mira petullat, do t'jetë mirë që brumin ta lëm të qetësohet. Të pak të 20 minuta. Neve nuk do ta lëm të qetësohet, do t'i bëjmë me një herë. S'ka problem. Pasi do t'na bëhet karamelja, sa të do ta lëm pak. Edhe do t'i bëjmë lug-lug. Ja, ky është brumi. Lug-lug, kjo do të thotë do ta hedhim me lug. Hiri, kalta derë të ujnë e pastër në një enë, edhe të tregoj vetëm pjesën e hirit në fund fare. Eja. Kështu mbetet, atë heqim. Ashtu, të heqim. Ky është hiri. Që thamë që e trazojmë me ujë të ngrohtë dhe e lëm të qëndroj. Dhe ne marrim vetëm pjesën e pastër që mbetet. Supa na është bërë gati. Neve do të fillojmë që të bëjmë edhe petullat. Ja, le ta bëjmë këtu. Mund ta shërbejmë nëse do, kati supën edhe merremi pastaj lërojmë edhe. Po jo, thashtë lërojmë dhe një kratë të sobës që të skuqim petullat andej. Ashtu do bëjmë. Se dhe këtu jemi se kemi gati ta shërbejmë, që do të thotë. Vetëm pak ka mbetur në shkrirja. Pjesët e djezave i heqim. I hedhim vaj ulliri dhe i shërbim me vaj ulliri dhe limon. Nuk i hedhim lëm brenda. Edhe këtë. Ja. E shikon patatet. Mund të coptoni ndonjë kështu. Që të rregullohet lëngu, se keni idenë sa supë e shijshme që bëhet. Shumë e shijshme. Veç se nga ngjyra që ta shikoni, do të thënë që duket se sa e mirë është. Të marr këtë pjakun, do ta shërbej te kjo Anila. Opa. Ta afroj diku këtu. Tu si kemi vesh çorapet tenxherës, Anila. Ku i kemi? I kam në dollap. Ne.
se këto... Pasi të djegin duar kujtohesh. Pra, të po them. Prandaj them çorapet. Po, saj mi që është bërë. Nuk e keni idenë se sa e shishme që bëhet. Ti hedhim dhe ca copza. Salmoni. E shikoni se sa i freskët që është salmoni. Po, ishte në fakt. Ishte duke që i pagatuar që ishte i freskët. Tani, më thoni mua juve çfarë të hani. Nëse keni piper të freskët, që ta grini, mulli piperi do kjo tani, që të grihet në moment. Ai është që i jep atë shijen përfundimtare. Edhe pak limon, edhe shtëhani, wow, sa bukur. Kush na ka bërë Landi, apo kush? Këtë foton kaj të bukur. Kjo ishte supa e preferuar e të gjithve faktikisht. Dhe sigurisht që shoqërohet shumë mirë edhe me këto pjesën e degëve të selinos, të cilat i hedhim edhe lëngë, limoni edhe vaj ulliri. Do ta vëmë në fund fare atë që të kemi, do me thënë ta tregojmë. Do s'kushim petulla tani? Po, ja të vendosim. Petulla për mëngjes. Ku e kam? Vaj. Këtu, e ke këtu. Kur mbasim diçka neve anim. Ashtu. Sheqeri nuk o treska për shemet o kati? Pse po vonon ka i shumë për sheqeri? E vonon pak ajo, se do më piksu. Po. Jo, mirë është trashur, e daloj që është drejt fundit. Do të lidhet të trashet, po. Që të bëhet ama ashtu si që duhet. Vonojmë qik gjerat e mira, Anila. Vonojmë gjerat e mira, nuk bëhen ashtu. Tani ne duam që të na... Si të tuash sheqet, marim një limon të presim një fet të vendosim atje tek lakra. Mirë, mendoj se jemi gati. Dhe, ja ta presim këtu. Dhe kjo do tjetë. Kati, pasi i shtojmë karamelin ëmbëlsirës, ka nevoj të qëndrojnë në frigorifer pastaj, apo në temperaturë ambienti? Shiko, varet se si, do me thënë e konsumojnë. Jo, them ka në një... është bërë karameli gati. E sho, ka vetëm një dy copat vogla, priti lëm të shkrin dhe këto. Tani, po duam i heshtojmë pak gjallë, po duam e lëm kështu si që është. Tja shtojmë na? Si do ti? Ku ti, te mos arëndojmë, se kemi hedhu gjallë brënda. Kemi në fakt, se ka dhe kremi gjallë. Mos arëndojmë, ja, do marrë një lukun tani dhe ta shtoj sipër. Dhe jemi në regull. Ka në një sheqer të vogël kështu të këtu. Ska problem, karamele është. Jo se gjatë të qëndrimi do ashtu. Ti se si, unë të falenderoj. Të lutam. Ja, e hedhim kështu direkt më pëse ta bëjmë luk tani neve këta. Edhe hapet, edhe kjo hapet dhe kryon një kore kjo tani sipër. Të buto mos, nuk është ajo koreja që është fillimisht me sheqerin. Se fillimisht nëse si hedhim pak ujë, kryon një kore të fortë ajo. Po. Ndërsa tani e ka një kore të but karamele. Opa, mirë duket, Ka që ishte. Shumë mirë duket. Ngjason me atë krem karamelin. E bukur. Jo, ka parasysh kati është një variant krem karameli që bëhet që piqet në furr. Kjo e ka nga lartë, ato e ka nga poshtë. E ka nga poshtë dhe e kthen. Po që ashtu bëhet, me vezë, më duket dhe piqet në furr me ato gotat. Krem karamele, mund ta bëjmë ndonjë ditë edhe atë, sepse me qumë është dhe me vezë bëhet. Ajo bëhet shumë e mirë. Ajo është tradicionale, faktikisht është krem karameli i joni, do me thënë, traditës që bëhet. Kështu që mund ta bëjmë dhe atë ndonjë ditë, Anila. Ajo më kujtua tani tek se po e shikoja. Po shumë mirë të shkujtuar, ajo është. Tani, do bëjmë petullat. Petullat, na ngorën që ka i vaj neve. E lërë edhe pak, e do vajnë në zetë petullat besoj. Që do bëjmë nësa të bëhet vaj se këto i varuan? Do bëjmë abet. Që do themi? Themi gjërat të ndryshme. Ja, më thuaj në një gjëti. Për shumë në thuaj ti kësi do të kalosh fundjavën. Unë? Si gjithmonë. Nuk të regon, në pjesën private e ka... Si gjithmonë, me hermetike, Katerina. Me shkëmbime bisedash me vlezër, motra, fëmijë, një përmbesa, që këtë e kam të përditshme rutin, por edhe fundjavë, do me thënë, është në kontakte... Do gatuash në fundjavë? Pa tjetër. Që do gatuash? Ke bërë planat? Apo ti improvizon kështu brenda ditës, do me thënë e mendon në mëngjes do bësh në drek? Është ajo që më thot djali, dua si ajo, mami që bëre dje. Unë nuk e bëj do të fix ashtu si e bëra dje, sepse nuk jam tip që të kem standard produktet e çdo lloj recete.
I alternon, pa. Me thënë, qëfar të ndodhen për momentin? Nuk ndodhë, si tuash, një ezëm, një patate, a një kungull, s'ka problem, do të zvënsoj me diçka tjetër dhe do të vajtë për sëri. E rëndësishme është të ketë gjithmonë një pjatë. Kjo është e rëndësishme, në kuzhinë gjithmonë duhet të kesh fantazi, do me thënë, rëndësi ka të lidhen produktet, që shumë e rëndësishme kjo lidhja e produkteve, sepse që është e vërteta, kur për shumë spinaqi, që të marri atë shien dhe të marrin vlerat e tia ushqimore, duhet shoqëruar me limon, me një vit, ose me portokale. Pa. Petullat që të na bëjnë të mira duhen për shumë që të kenë temperaturën e vajt standard. Me thëmë të mos na as të kenë temperaturë të lartë se na ngelen qullë brënda edhe na piqen nga jashtë. Na i pamë se u timos, ulim temperaturën, e sillim përsëri në temperaturën fillestare. Këto janë petulla lug-lug që bënim dikur. Marrë një pirun tani që ti ndihmojmë ti kthejmë nga ana tjetër, edhe do të kemi dhe atë. Këto janë bufkat, edhe bëjnë shumë të mira këto. Dhe më pëlqenë sepse këto nuk janë ato standard që i bëjnë me atë, se që është një nga këto vegla që i hedhin dhe i pretë dhe bënë bufka. Që i bënë fikse. E kjo është e bukura e tradicionale, nuk janë fikse gjërat. Kjo është lezeti, do me thënë, qofti bukës që dhe kështu e shiko tani, edhe kur kemi qënë të vegjel, i shikonim këto nga bënin, do me thënë, si gishtrin, si këm, do me thënë. Marrin format të ndryshme. Format të ndryshme. Edhe thosh një, mua më bë kështu, mua më bë ashtu. Se cili, do me thënë, me ndonë se si ishte e bërë forma e petullave që a i shionte. Si ta kapi luga brumen. Kalamajnë, për fëmijët janë gjëra shumë të bukura këto, sepse u jep, si tuash, të zhvillojnë atë memorien për fëmijët, horizontin, do me thënë. Edhe të thonë që kjo ka këtë figurë, ngjason. Edhe është bukur kur fëmijët angazhohen në kuzhinë, edhe fillojnë edhe duan më shumë edhe ushqimin, dhe gjërat që përgatisin veti duken edhe më të shishme, se është ajo krenaria që e kam bërë vetë. Kështu që edhe këto janë ca kujtime të fëmijërisë. Sa ne të bëjmë gati disa petulla për t'i ngrënë për mëngjes sot këtu në studio, le të lexojmë së bashku edhe një herë recetat, me qenë se jemi në pjesën e dytë, kështu që është e nevojshme që t'i shohim, se duke marrë parasysh që ndodh që nuk na ndiqni nga fillimi në fund, kështu që shikoni këtë pjatën me supën e peshkut dhe thoni po mirë, me çfarë e bëri Kati këtë supën dhe ja me çfarë e kemi gatuar, me një kokë peshku, me një qep, me 3-4 patate, 2 karota, 1 deg selino, krip, piper dhe vaj ulliri. Receta e dytë që sollëm sot, duket pak e gjatë në fakt e listuar kështu gjithë përbërësit, po ndërkohë janë shumë të thjeshtë, për më tepër që është një ëmbëlsirë që mund ta përgatisni edhe me çfarë ju ka mbetur në shtëpi, pra le të themi kanë mbetur ca biskota të hapura që fillojnë edhe zbuten kur qëndrojnë të hapura dhe nuk keni më dëshirë ti konsumoni, mund t'i ktheni në një ëmbëlsirë të tillë me krem qumështorie karamel. Kremin e kemi përgatitur me 3 filxhan çaj qumësht, me gjysmë filxhan çaj sheqer, me 3 lugë supë niseshte, 3 të verdha vezë dhe 1 vezë të plot, 2 vanilje, 1 lugë supë gjalp, 2 banane. Mund të zgjidhni edhe ndonjë frut tjetër, ne këtë e kemi thënë dhe ju mund ta rishikoni duke klikuar në YouTube pak minuta më vonë, pra ka gjithmonë alternativa në kuzhinë për të zëvendësuar një produkt që nuk e keni ose pse keni nevojë të ta provoni me një shije të re, dhe karamelin siç e pat ne e përgatitëm me 1 filxhan çaj sheqer dhe me gjysmë filxhan çaj ujë. Ai karameli klasik që përgatitet në pjesën më të madhe të ëmbëlsirave që duan edhe shtresën e karamelit nga sipër, ka edhe këtu sekretet e veta, sepse shpesh mund të ndodhë që mund të ngurtësohet, mund të digjet sheqeri, mund të jetë e vështirë që të kthehet në këtë gjendje në lëngshme. Ja, shikoni ka filluar të trashet, të mpikset. Atëherë, jemi duke gatuar petullat e fundit, ndërkohë që po ju thoja pak më herët se sidomos në rastin e ëmbëlsirave që kanë pak më shumë punë, sepse u bë kremi ushtrua bashkë me frutat u poshtë më pas i shtua karameli, pra le të themi ka procese pune që duhet i ndiqni nga fillimi në fund. Dhe këto të fillimit ne i kemi bërë në pjesën e parë të gatimit, mund t'i gjeni duke klikuar pak minuta më vonë. Ku na gjeni ju ne? Përveç se çdo ditë live nga ora 9 deri në orën 11 në ekranin e News 24, na gjeni gjithashtu përtej kësaj ore në 2 kanalet tona zyrtare të YouTube, në News 24 dhe në Villa 24. Gjithashtu na gjeni duke klikuar në faqen më të madhe informative dhe jo
vetëm, si që është Balkan Web, natyrisht që janë aty çdo ditë abituara të rifreskuara edhe në rrjetet tona sociale, gjithçka që ndodh në 24 orëshin e News 24, ku jemi edhe ne çdo ditë me recetat tona, me këshilla mirëushqyerje, me të ftuarit tanë dhe me materialet që na vinë edhe jashtë kësaj studioje. Gjithçka që sjellim për ju dhe ndërtojmë me shumë dashuri, mundohemi t'ju shpërndajmë edhe kështu nëpër telefona, po e them në këtë mënyrë sepse shpesh nuk kemi mundësi të qëndrojmë përpara ekranit dhe për të ndjekur nga fillimi në fund çdo gjë që ne duam, ndaj e zgjidhim kështu duke i bërë share videove. Në katë? Po, patjetër. Ndërkohë që regjia më ndihmon pak me kohën që kemi në dispozicion, ne bëjmë edhe përshëndetjet e kësaj të premteje, që në kemi në fund gati, dhe petullat e fundjavës i kemi bërë, le të afrojmë pak me njëra tjetrën të gjitha recetat për sot, duke të falenderuar edhe një herë Katerinë edhe të lumshin duart. Faleminderit e dashur. Kemi ëmbëlsirën, kemi petullat e mëngjesit, kemi supën me zarzavate dhe me peshk, edhe degëzat edhe gjethet e selinot që nuk flanken, sepse me pak limon, krip, ajulliri ne i kthejmë në një sallatë shumë të shëndetshme. Kati të uroj një fundjavë të mbarë. Faleminderit e dashur, kënaqësi që ndajmë këtë emision bashkë. Faleminderit e ju të dashur anvisa që qëndruat me ne, nga unë Katerina, mirupafshim, kalofshi një fundjavë sa më të bukur. Mos hezitoni të përgatisni familjet tuaja dhe ju them të drejtë në mënyra se si neve i sillim, bëjeni dhe një kështu si i bëjmë neve, sepse vërtet do të ngeleni shumë të kënaqura. Unë jam e sigurt që do t'i bëjnë. Në mos njëra tjetrën do ta edhe një herë mirupafshim, kalofshi bukur. Fundjavë të mbarë. Faleminderit ty Katerinë. Shkojmë në publicitet, Vila vazhdon, rikthehemi pas reklamave.